Pamjet të cilat po i shihni janë vetëm fillimi i një deponie që supozohet se është krijuar nga vetë komuna e Butelit për të mos dërguar mbeturinat në deponin Drislla. Televizioni shenja u nis drejt destinacionit final, por për shkak të kushteve atmosferike dhe rrugës së papërshtatshme, ne u penguam që të shkojmë deri në fund. Për këtë, dërguam pyetje edhe tek komuna e Butelit, nga komuna thonë se krijues të deponisë në fjalë janë qytetarët e pandërgjegjshëm dhe se të gjithë mbeturinat e grumbulluara nga ndërmarrja komunale deponohen në deponin Drislla. Ndonse i pyetëm nga komuna nuk treguan nëse inspektorët e këtij institucioni kontrollojnë zonën në fjalë për të marrë masa ndaj qytetarëve të pandërgjegjshëm, të cilët bëjnë veprime të tilla. Është për të ardhur keq që disa qytetarë ose subjekte të pandërgjegjshme keq përdorin hapësirat publike dhe krijojnë deponi të tilla të egra, me raste rrezikojnë shëndetin dhe ambientin jetësor. Ju sigurojmë se komuna e Butelit mbetet e përkushtuar ndaj synimeve për një komunë të pastër, duke ndërmarrë vazhdimisht masa për pastrimin e deponive të egra, si dhe aktivitete për edukimin dhe ngritjen e vetdijes së qytetarëve. Problemi me mbeturinat në vendin ton është aktual më shumë se asnjëherë më parë. Kontejnerët rrugëve të qytetit janë kthyer në sfidë për institucionet lokale dhe janë kthyer në deponi në vete. Të gjithë gishtin për këtë problematik e drejtojnë tek higjiena komunale.